nuk e ndroj me miliona këtë knasi, këtë përjetim që e kemi pos. Nuk e kumë përjetu asë njerë këtë ndjenë, këtë knastin. Këtë bjarëre, babe, nënë, grua, fëmije, këtë bjarëre. Me fytyra të buzëqeshura dhe me lot në sy, haxhilerët e Kosovës po kthehen sot nga vendet e shenjta. Familjarë të shumë po prisnin me padurim më të dashurit e tyre sot në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, teksa po ktheheshin nga haxhi. 473 haxhilerë sot në mesditë kanë mbërritur në Prishtinë, pasi kanë përfunduar me sukses kryerjen e haxhit. Ata shprehen të emocionuar nga ky rrugtim, që ndryshe njihet si rrugtimi i jetës. Po ka qenë një ndjenjë e veçantë. Nuk është sikur kur të folish pa kur e shesh një ndjenjë pak emocionale, edhe kemi qenë shumë të emocionuar. E falenderoj Zotin që na ka dhënë mundësi dhe që na ka ftuar me kry këtë kushtin e 5 të Islamit. Po momenti më emocional në shpirt që kam përjetuar ka qenë vizita për herë parë e Çabës. Edhe pastaj edhe lutjet që kemi bërë në xhaminë e profetit Muhamedit a.s. Pastaj lutjet në Arafat kanë qenë pak bukur, shumë lutje emocionale dhe kështu që kemi përjetuar një kënaqësi shpirtërore. Jam të i kënaqur dhe vi maj i plotësuar, edhe i lutëm Zotit që na ka ftuar atje. Kam qenë me 4 anëtar familjes aty. Domethënë pak kush e ka pas privilegjin së korone të jetë agji me familje bashkë me gru, me djalë, me vajzë. Edhe djalin e kom pas mjek kështu prej vizës ka ardhur. Ai na ka ndihmuar kujdes. Edhe nuk e ndroj me miliona këtë knasi, këtë përjetim që e kemi pas. Lut Zotin Xhelashon Husi t'ju shtin bindjen dhe mendjen të gjithë njerëzve dhe ta vizitojnë atë vend të shenjtë. Shumë mirë, elhamdulillah pi Allahut. Allah ja mësoft edhe juve krejtë në atë vend të shenjtë, Allah ja frumës të vizitosh. To s'munesh me tegu, s'munesh me tegu. To duhet me përjetu. Duhet me përjetu. Ku koj pikëzimit. Ku koj të ku pi fëmijët ku marrë, a ku mund si më shkuat në Haram, a më bërë një më shkuat atje. Dashni Zoti, shneta po, e dore po e shkutëm. Ishte knasti e veçantë. Nuk e kumë përjetu asë njerë këtë ndjenë, këtë knastin. Edhe ndamja ishte shumë e vështirë. Ishte edhe i kisha bo apel gjithë thrive, mos të thupin kohë, në shkojnë ta vizitojnë atë vend shenjtë. Që me të vërtet, ja vlen me shkue, ja vlen me rreziku me shkue, të gjithë mjetët që ka kom në thirë. Septe kur kemi bu komën me shkuen Mekë, që ajo knasti. Po dhe të kodra ku jemi kanë atje, është knastie të bedje atje. Haxhilerët veçojnë disa prej momenteve kulminante të këtij rrugtimi. Megjithatë, s'arrin t'i përshkruajnë dot ndjenjat që përjetuan në vendet e shenjta. Inshallah Allah ja mëson gjithë ato që e kanë vullnetin, edhe kanë dëshirë me shku, se është një vend i mrekullueshëm, edhe kur dash për atë vend është shumë vështirë. Se kanë me ku. Inshallah Allah ja mëson gjithë. Ja, rap, kemi kalu shumë mirë, edhe në Qabë, po edhe në Medinë, kërë jemi do shumë vështërësi, se ishtë një gatësi, me pa përshtuar. Shumë është një ndjesë e veçantë, që se kom një jetë. Inshallah Allah jam mësën gjithë besimtarëve. Edhe në Medinën, ku kemi ardhur aty, kemi pas rast me qenë surprizrum gjumon, e kemi falë në këpë gjenetit aty, nuk ka mundësia dhe pasi e madhe të gjithë jemi gëzuar. Do më thonë, qërshia mbi turë ka qenë aja e kemi gëzu. Aty është, nuk di që me përshkrua të ma. Po jenë letë gëzimit aty jenë. Aty letë gëzimit jenë. Letë gëzimit aty jenë. Nuk di që me përshkrua, këtë bjarëre, babe, nënë, grua, fëmije, këtë bjarëre. Haxhilerët e Kosovës shprehen të kënaqur me organizimin e Bashkisë Islame të Kosovës me rastin e kryerjes së haxhit. Organizimi ka qenë i shkëlqyeshëm. Unë mësues jam veteran i arsimit notën 10 e kanë. Ma mirë nuk ekziston. Organizimi prefeksin na jemi komunë të Lipjanit, një kohë në gjitha nivel, si në hotele, si në organizime ku na kemi vizituar gjitha vendet, ka qenë nivel dur. Mirë shumë, ti mi kaluën.
Atë obligim që kemi pasur mos e kemi kry. Këtë në rregull. Me avion, me ushqim, me kretë në rregull e kanë. Me të vërtetë u konë fenomenal. Kemi çdo lavdat për ta, për ushqimin, për hotelet, për komodimin, u konë çdo sen perfekt. Sot u kthye vetëm grupi I parë I haxhilerëve, të cilët vinin nga Prizreni, Malisheva, Skenderaj, Drenasi, Kamenica, Suareka, Podujeva, Lipjani dhe Rahovici, ndërsa në ditët në vijim pritet të vinë edhe haxhilerët e tjerë.